Në ambientet e shkollës së mesme artistike Tefta Tashko Koço në Korçë u zhvillua koncerti i radhës i turneut Fizarmonika në udhëtim, një aktivitet i organizuar nga Dega e Fizarmonikës Klasike pranë Universitetit të Arteve. Ky koncert synon të promovojë fizarmonikën si instrument dhe të tregojë potencialet e saj të shumta, por edhe të nxjisë dashurinë dhe interesin e nxënësve të shkollave të mesme artistike për këtë instrument. Ne kemi nisur një tur koncertesh me qëllim promovimin e instrumentit të fizarmonikës, pra vim nga Universiteti i Arteve. Është programi i studimit të fizarmonikës. Smundoja është gjithmonë pasioni për jetimi artistik. Është një tur koncertesh me një titull simbolik Fizarmonika në udhëtim. Ky është koncerti i tretë në radhë, janë 10 koncerte, të cilat zhvillohen në frymën e bashkëpunimit midis Universitetit të Arteve dhe shkollave artistike të vendit. Artistët interpretuan vepra të njohura të muzikës së dhomës nga kompozitorët e epokës klasike deri në ditët e sotme, duke sjellë për publikun një repertor të larmishëm dhe të rafinuar. Programin e kemi shumë larmishëm me vepra të ndryshme të epokave të ndryshme edhe me formacione të ndryshme, duke filluar nga 5 fizarmonika deri në 10 fizarmonika. Përveç se shpalosim apo përçojmë tek publiku punën tonë si pedagog, ne e promovojmë dhe instrumentin, ashtu si edhe studentët, cilët është ardhmja e vendit, të cilat ato marrin dhe një eksperiencë shumë të çmuar për rritjen e tyre profesionale apo edhe për të mësuar me skenë, për të marrë një eksperiencë të vyer në rrugtimin e tyre. Koncerti shërbeu si një hapësirë frymëzuese dhe motivuese për artistët e ardhshëm. Ky turne muzikor pritet të vijojë në qytete të tjera të vendit si pjesë e një misioni për të afruar më shumë të rinj me artin dhe kulturën muzikore.